Pas një karriere të gjatë të përkushtuar në arsim, Endri Fifo, drejtuesi i shkollës Etem Zhgaba në fshatin Vranisht të Bashkisë Devol, ka dalë zyrtarisht në pension. Me një kontribut që shtrihet për më shumë se 2 dekada, ai ka qenë jo vetëm një mësues dhe administrator i zoti, por mbi të gjitha një figurë e respektuar nga nxënësit, kolegët dhe banorët e zonës. Në ceremoninë e organizuar me këtë rast, kolegë dhe ish-nxënës shprehën mirënjohjen për kontributin e tij të çmuar. Ndërkohë, Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar në Korçë i ka dhënë Fifos vlerësimin mirënjohje. Për të dytin vit radhësi, Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Korçë ka vendosur që të jap vlerësim për të gjithë drejtuesit e institucioneve arsimore të cilët dalin në pension në një stad të ri të jetës. Kjo formë vlerësimi është pikërisht për punën, për përkushtimin, për gatishmërinë, për bashkëpunimin që ka patur në vitet me radhë si drejtues. Endri Fifo është një drejtues prej 20 vjetësh, kjo tregon që ai ka dhënë arsim dhe shumë të lumtur jemi që sot shkolla e Vranishtit është një shkollë tek e cila nuk rrezikohet rënia e numrit të nxënësve, tregon një bashkëpunim shumë të mirë dhe me stafin mësimor. Ne, si Drejtori Rajonale, vlerësojmë gjithçka që ai ka dhënë në sistemin ton arsimor. Dhe sot jemi shumë falendërues. Për mua është kënaqësi për të folur për një nga drejtuesit të institucioneve që ka dhënë mjaft kontribut të lartë si në pjesën e drejtimit të institucionit ashtu dhe në pjesën e komunitetit. Drejtori Endri Fifo nuk është se do të dali në pension, thjesht del në pension si drejtues institucioni, por realisht ju e dini shumë mirë dhe ne që ai ka një kontribut artistik, ai është thesar dhe vlerë për Devollin ton, kështu që besoj se aktiviteti i tij me muzikën do të vazhdojë dhe gjithmonë ne do të ndihemi akoma dhe më krenar, qoftë për punën e tij të përkushtuar në këto vite, qoftë edhe për vlerat e tij artistike që ai transmeton. Unë kam qenë nxënëse e drejtorit të sotshëm në periudhën kur kam bërë gjimnazin dhe më ka dhënë lendën e letërsisë. Gjithmonë na ka nxitur për atë dëshirën edhe dashurinë për artin, për krijimtarinë dhe më tepër për letërsinë. Dhe ka qenë edhe lenda jone e preferuar dhe ai ka nxitur shumë këtë dëshirën, domethënë për të lexuar sa më shumë. Ndërsa sot që unë jam koleg me drejtorin, jo vetëm dëshira për të komunikuar, komunikimi është kryesori i drejtuesit me personelin, por drejtori ka nxitur edhe grupet artistike në shkollën tonë, jo vetëm për të krijuar dhe të vazhduar ato grupet artistike që kanë qenë në shkollën tonë, por edhe si një drejtues i aftë në profesionalizëm edhe në komunikim me stafin. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që sot të flas për mësuesin dhe drejtorin e shkollës sonë, zotin Endri Fifo. Është e çuditshme ta mendosh shkollën pa te, ai ka qenë gjithmonë aty për ne, serioz, i drejtë dhe i rregullt. Edhe kur ka qenë ndonjëherë i rrept, e kemi ditur që ka qenë për të mirën tonë, për të na mësuar për të bërë gjëra më të bukura në jetën tonë. Pensioni për të nuk është fund, por një kapitull i ri në jetë, i merituar dhe i mbushur me kujtime të paharuara dhe respekt të përhershëm. Shpresoj se vlerësimi është marrë duke u parë punën time. Disa vjeçare, se unë po bëj shumë vjetë si drejtues në disa shkolla të Devollit. Dua të falenderoj në radhë të parë edhe kolegët e mi, kudo që kam punuar, në veçanti kolegët e shkollës Vranishtit, të cilët kanë qenë mbështetje e madhe për të realizuar kurrikulat mësimore në radhë të parë dhe edukimin qytetar, shkencor dhe demokratik të nxënësve. Falenderoj gjithashtu komunitetin e këtyre 3 fshatrave, të cilët janë shumë njerëz që vlerësojnë arsimin. Falenderoj nxënësit e mi të dashur dhe i kam trajtuar gjithmonë si fëmijët e mi. Dhe kënaqem kur shoh dhe ish nxënësit e mi sot janë bërë kolegë. Emocionet bëjnë të vetën, por misioni nuk mbaron, sepse unë kam dhe pjesën tjetër artistike dhe letrare me të cilën do të ecë, por kjo vatër, ky prag këtu në Vranisht, do të mbetet i hapur, i ngrohtë, sepse ne së bashku me këta kolegë e kemi ngritur dhe e kemi vendosur në shkollat cilësore të Devollit. Endri Fifo largohet nga detyra me dinjitetin e një njeriu që i dha arsimit më të mirën e vetes, por mbetet për herë një figurë frymëzuese për brezat që do të vinë.